أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. Ja, këtu koka? Në ty bëndhom desë. Jo që qëtu, me dalojnë. Qëka tu? Ha, një që s'tu në edhim ta? Jo, ma mire. Ma mire më shqeqer. Ha, një që apëta më Nisë me morë vetin ka pak. A, kime dalë edhe sot në puna? Pa tjetër, se 2-3 ditë mësë me dalë, a e dinë shka bota që, luk. Pa, ani ti shko do ku pa kryen a i san qaj kima me rëndësi dhe hajtë në shpet, pusho. Se kam punë edhe në bankë, për mi shlu që të roga, sene, janë mbledh kogja. Kogja do pagesa tjera i kam të fatura. Jo, mëre, për që kam ke autorizu mu. Shkajo në bankë të kry krejt, edhe fakturat vish milion të qelësat e kere që atë. Pasha zotin, kretë me më pas ka dorë për me më. Jo, sa të kiti që të gru. Vallaj, po, falenderit shumë se jetu ma letësu sot, a di që ishe po prane, veç për shkoj për vizitoj për këtë puna. Po. Pesha do të nëjsen ma kryesor ose diçka, edhe po këthejna. Ani veç Ti do të me kryjnë ato. Po, mëre veç meri fakturat me vete. Jo, haj shkojna bashkë, pra. Ti apë në papën ketat i që kanë faktura, pagesat krejt, edhe ti vazhdo në bankë, mas ne veç kalon në merë, që mos pritin komën aty. Super. A është më mirë qështu? Perfekt, që ti përme bashkë. Hajde. Kur i lash më rëmë edhe të sy, sa i këtë qëtë. Do që shkanë shku punë dhe vla. Va mirë dhe, mas janë njerë dhe të knasë dërësim, mirë hamë. Shqyqir, ti, aja konë mirë, që shku në posti? Mirë, ti dhe të shkas, si ja i konë pa qefa, të shkas s'kira s'mu pare. Po, si më konë mirë, pakës, po, kalla me mirë. A, në i gripa në të në qka? Qashtë të diqka. Po mirë, alhamdulillah mirë. Mirë. Thash, datë që shopak se edhe ti dhe të që edhe këto tjeti shopak që shkanë shku punët e që shkanë të shkua. Mirë për standart që vinë shkanë, vejsin. Shqyqir, ma si mona punën me seriositet edhe klientët janë të knasht, edhe ju jeni të knasht, po unë ala dhe ma shumë. Qashtu, vëllaj. Po, valla. Veç, kur po të shobe me kjera të rive për ditë në drube,
Allah, knaqë valla. Jave dullo, kerbe, o dullo, plekve vllave, plekve zbon që tërsen ajo. Plekve, edhe puna në lidh. Edhe puna në lidh, që qka bon. A i ki vësë kjera qera kështë që... Jove, ketë maral, ketë veç kur dalë kështu dikun maral paka, se po... Qka thamë puna në lidh, duhet me i pasën. Po, normal. Po, fëni punit... Plek, o dull, plek. Une dhe dalë, veç e edhe të qo, valla. Ti kryo dhe pun qere i kam. Ti rekto, se vëk ne pare, ane? Ti dhe se besimin të te kam ma shumë, valla. E di, valla, hiq veri shko, ku dush, knaqë, qka duhet në të di. Alla shumë blet, shumë pandere. A i hica, valla. Enes? Hajde. A kryte? Qysh më rajte e kryte? Po t'ja e n'la me ardhë më të marrë të puna ma si t'i kry. E lam po s'mujsha, valla. Valla i s'mujsha. E mora beso me taksi ku martë. Sa shumë po ki dhimta? Po ja nisi pak me provoku ma shumë. Dhimta dhe thash, ma mirë. Po vinë shpitej me qëtë. Qysh kalove ti? Mirë, bre, A mirë. kryte pun? Po me A nërma që... pat kalblok a jatë? Pa i Se më pat kush me kalablak. paran më shtim, po thash pse bëshkon ma radhë. Kalablak pat, valla si gjithë. Po edhe mu që ashtu paran. Po na njohin mu krejt. Shqyqer. Jo, valla i s'mujta, me t'kallë zë drejt s'mujta. Di që thash më orë me marë, po s'mujta. Hanja, kryte puna të të zyrja? Po, be s'kish pas nëse në kështu nejt, të lashe nejt. Mirë, kish ku gjithë shka mirë. Mirë, be ki dulla, shumë gjallasha. Shumë i mirë, po. Po, bre. Mrananbe, shumë be mrananbe. Më ngushton, fakt, se mranan, po më ngushton shumë. Pse? Zdi, be, ki pas që është ti i dhim shumë i që diqëm, serë, kër shkojnë anë, po lakmo në kjerët e tona, po, qka pas ke vesh, sot në veshje, në kjerët, zdi qka, shpirtin e të më ngushtu. Po, bre, i mirë. Valla, po. I mirë. A e dena i heq për problemin që i kja ju? Probleme që kena ne kena për vetë. S'prof, s'kena problem s'prof, po më... Po. Si nga vesh na, caktimi Zotit është. Ani, vëlla, dhe mos i kalza. Ish mos i kalza, mos ta din se dën shumë. Gjina. Dën shumë e gjëna, vëlla mërzitet ai për ty. Vallaj, po. Shumë është i A mirë. para meno, kur njëherë nuk thot e Jakibe se mdo para diçka. Kur s'ka bo Jakide i sot. She, që Kur, të thu, bre. ama unë, pse është mjotet e na e vrej, kur e shoh që ka nevojë diçka dhe e thirrje dhe e kry. Ama me thonë, Enis, kam nevojë be që shtë jam zor. Kur. Ai vrejet që është shumë i mirë, du la. Valla, po. Ja, gjëna. Gjuna i ma. Ata qes një kafe. Na ka një kafe që të përqef, ha? Ama turke bën. Turke. Aj turke. Turke. Po. Që ma pak sheqer sot? Hajde be dullo be, hajde be pusho pak be, hajde pusho pak me son grimi ja. Hello, gjve. Hej, dull. Kur qove me kjera të indru për dite, valla me sini ma knaqë. Kerbe dullo be, t'kallzova në punën a lidh neve se besom që asone si kisha majtën që kështu. Me të sos punë që atje dhe haj për të mirë, po punat në të tiron në herë. Valla dhe, si të knallë që ku të këshiri me kjera 3 për dite. Ngo be dullo, kam e të vetë që ma drejt me më kallzu. Pa, e vene s'ka do të... Bashkë ti së më qirë kur gjonë. Bile të respektesh, si kur laventan, valla. Edhe ma ki altrin shumë. Qka i të fale pa lidhe në gast, më të mirë. Kur s'këm pas, edhe kur s'këm me pas. Ngo dullo.
me shnet, a je mirë ti kështu komplet? Alhamdulillah, deri këtë dakik milja. Mashallah. Po, fëmijë ti dullo kindu këtë, apo? Po ve kam, një gjallë 3 qika. Mashallah, mashallah, me imër edhe inshallah të hajrit vonë ato. Po, dullo, me të lutun e diçka të si ma ki hatrin shumë, e më respekton shumë, e më nderon shumë. A më kishe ngu? Po, more, veç shpërti, 24 orë ki për qka dush. Veç ka vëzë. E ngodu. Unë që djavë, që s'këm ardhë të puna, me ju pa, e me ju vizitu e biznisin të me lën anësh, une jom operu edhe njënën veshk më kanë hjek. Tjetërën, po thuj se njëtë është dëmtume, edhe ata më kanë thonë, detyrimisht do është me hjek. E dyta, tjetërin se fëmi, Zoti s'm ka falë mu. Ama kishe dhonë ti mu njënën veshk, edhe ma si thave 3 qika e një djallë. Njënën qik mu bo qika jeme edhe unë me rritë si e vladin tem. Më falë, që këtë punë së me baj. Shumë këtë të marë për ti. Ma mirë të mos kështë ka të zubë. Dullo, e kuptove se sa je ma i pasër sonet. Shnetin, ta ka dhana Allah. Ka gëzu me fmi. Kurse unë nuk i kam këtë. Unë e kam një plek, kurse ti kur shkon shpi ki 4 përqafime të fmive. Dullo, mos lakmo të onë. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Falënderimi i takon Allahut Dhul Gjelal, ndërsa salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahun e falenderojna për çdo mirësi të cilën na i ka dhënë. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili ka ditë mas mirë me falenderu Allahun për ditë të cilat ja ka dhënë. Nëse në këtë dunjo dikush as provu, mas shumë t'ja as provu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po nëse dikush në këtë dunjo ka ditë me falënderu Allahun Dhul Gjelal, ka ditë mas mirëti me falënderu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye pra Allahu Dhul Gjelal në Kur'an ka thonë: "Walau ta'uddu ni'mat Allahi lan tahsuha." Nëse doni mi numrue të mirat që Allahu Dhul Gjelal na i ka dhënë, nuk mundesh me i numru. E prej të mirave të kësaj dunjoje çka është do thotë më konën shnosh. Ndërsa në ahiret ku shkosh, çka është do thotë me pas falje për anës së Allahut Dhul Gjelal. Se një prej lutjeve të cilat e ka bënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është: Allahumma inni es'aluka al-afwa wal-afia. O Zot, unë po të lutem tyje me ndon shnet edhe me ndon falje. Ashtu që çaj i cili ka shnet edhe ka falje në ahiret, kjo është njeriu ma i pasën këtë dunjo. Po ashtu do thot prej pasunisë të cilën Allahu Dhul Gjelal mund me të dhënë këtë dunjo, është me dhënë pasardhës të hajrit. Pse po tham pasardhës të hajrit? Për atë arsye se jeta nuk ka veç kjo që ka jetojna, po henes ka me nis kur shkojnë në ahiret. E nëse mas veti lën ndonjë evlad të hajrit, ai evladi i hajrit është do të thotë që ka banë dua për ty dhe të mbledhen sevape edhe pas vdekjes tonë. Për këtë çështje ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kur njeriu vdes, çdo gjë mbyllet me përjashtim 3 gjërave. Seni i parë çka nuk mbyllet, çka është sadakatun jarje. Nëse mas veti ke lënë një sadaka e cila është rrjedhse.
E sadakat janë të shumta, sikur shkanë objektet e kultit, sikur shkanë shkollat tona, sikur shkanë rrugët tona, po ka prej baballarëve tonë të cilat e ka shortuar një pemë, çka që pas vdekjes tina dikush me hang prej asaj peme e atina më shku se vap. Dësa e dyta shka ilmun yuntafa'u bih. Nëse e ke lënë një ilm prej të cilit kanë dobi njerëzit, ke qenë alim ose ke qenë një prind i mirë, e ke thonë një fjalë e sa herë shka ke vdek, thojnë, baba Rahmet Lia thoj ke qështu, ose nana na ka mësu qështu, të gjithë na jemi ata të e flosmi gjuhën e nanës, për atë arsye se ajo na i ka mësu. E sa herë shka të frolma, e sa herë shka të përmena për mirë, atë në shkon se vapi. Pse sa na i kanë lanë një ilim të mirë. Ndërsa e treta shka, nëse mas vetit ke lanë një evlat të khajrit. Ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, waladun salih yad'u lah. Nëse mas vetit lën një evlat të khajrit i cili ban dua për ty. Ashtu që evladi o vëllezër është një dhunti të cilën Allahu dhul xhelal ta jep. Për atë arsye se ka thonën në Kur'an, yehebu limen yasha'u inatha wa yehebu limen yasha'u dhukura. Kujna don Allahu dhul xhelal i jep vajza, e kujna don i jep djem. E kujna don Allahu dhul xhelal i jep edhe vajza e djem, e ka don Allahu dhul xhelal e lën steril. Edhe steriliteti pra është për përcaktimin e Allahu dhul xhelal. Këtë urtësi e din veç se Allah, kur kush tjetër nuk e din. Për këtë arsye pra duhet më kanë të kënaqur me urtësinë e Allahut dhul xhelal dhe mos më përzije përcaktimet e Zotit. A e keni pa në ditën e sotit sa njerëz mundohen me pas një evlat të khairit ose një evlat edhe të sherrit, por çka Allahu dhul xhelal nuk i jep, pse se ajo është në dorën e tij. Ama dikujna Allahu dhul xhelal i ka dhënë edhe djem edhe çika, edhe nuk ja din kimetin e vladit vet dhe nuk obligohen me evlat e vet. Ndërsa pasunia më e madhe çka është? Me mujt me lanë mas vetit një evlat të edukum, një evlat i cili e njeh Allahun edhe e njeh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për këtë çështje pra nuk duhet shumë me lakmon këtë dunjë. Pse se kjo dunjë është vetëm se një test. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu më i lumtur çka ka qenë në këtë dunjë, më i lumturi, ka më marr Allahu dhul xhelal edhe ka më shtin në xhehenem për një sekond, edhe ka më nxjerr për xhehenemit, edhe ka më thonë, a ke pa ndonjëherë lumturi? Ka më thonë, jo Zot, kur s'kum pa lumturi. Ndërsa njeriu çka ka qenë më fukaraja, më i hekti, më i sprovumi, për një sekond ka më shtin në xhenet, edhe ka më nxjerr për xhenetit, edhe ka më thonë Allahu, a ke pa ndonjëherë të keqen këtë dunjë? Kanë thonë, o Zot, jo, kur s'kum pa të këqija. Pse se Allahu dhul xhelal ka përgatitur për ta senet të mira në xhenet. Për këtë çështje pra nuk duhet shumë me u habit mas kësaj dunjaje, por duhet me u mundue që më kanë burrat mirë edhe me u kënaqur në xhenetin të cilën Allahu dhul xhelal e ka përgatitur për ata të cilët kanë punuar vepra të mira. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ky projekt sponsorizohet nga